Shkues të nderuar, jemi në fshatin Shurdhan, në shkollën Bajram Suri, këtu ku për më shumë se një orë nuk pati energji elektrike. Qamajt Ramadani, drejtori i kësaj qendre dhe i kësaj shkolle, i ka konfirmuar ekipit të Kallëzop.com se pati mungesë e energjisë elektrike që nga ora 12:07. Aktualisht ekipet e KEC-it janë duke punuar në teren, ndërsa para pak minutave pra edhe erdhi energjia elektrike, ndërsa në një bisedë të shkurtër me ekipin e Kallëzop.com edhe vetë komisionerët treguan se për shkak të mungesës së energjisë elektrike dhe klasa ku është shndruar në një vend votim, pra nisi që të kenë edhe pak ftohtë. Në anën tjetër, drejtori i kësaj qendre ndonë se jo para kamerave i tha ekipit të Kallëzop.com se shpreson që gjatë ditës të mos ketë probleme të tilla me energji elektrike, sepse ndonë se gjatë ditës mund të jetë pak ngrohtë, në orët e mbrëmjes mund të kenë ftohtë edhe komisionarët të cilët janë në këtë vetë votim, që është i vetmi në fshatin Shurdhan në komunën e Gjilanit. Në anën tjetër, pra përveç energjisë elektrike, kemi pa që edhe procesi votimit në këtë vend votim, pra ka shkuar gjithçka në rregull dhe të drejtën e tyre të votës janë duke e shfrytzuar qytetarët të cilët jetojnë pra në fshatin Shurdhan të komunës së Gjilanit. Të njëjtat probleme pat edhe në pra me energji elektrike, pat edhe në disa lokacione të tjera. Ishëm në shkollën Hakim Ramadani në Zhegur, ku edhe aty për disa minuta pati pra ndërprerje të energjisë elektrike, por intervenimi i KEC-it pra bëri që energjia elektrike të rikthehet dhe të vazhdoj procesi i votimit pra për zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës në mënyrë pra i gjithë procesi të shkoj ashtu siç edhe është planifikuar.